Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allahun e falenderoj për këtë falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Nëse e marrim e meditojmë librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit Allahut, do të shohim gjithë se Allahu njeriu e ka nderuar. Edhe format, mënyrat e nderimit të njeriut janë të lloj-llojshme. Fillimisht Allahu Azza wa Jall e krijoi njeriu me dorën e vet. Kjo është nder për njeriu. Pastaj Allahu e frymëzoi me shpirt. Edhe kjo është nder nga ana e Allahut. Pastaj Allahu i urdhëroi melekt që t'i përkulin atij. Poshtu Allah Azza wa Jall e bëri që të qetë makams në këtë tokë, pra e bëri makams të vetin në tokë. Pastaj Allah Azza wa Jall i urdhëroi të gjitha krijesat në tokë edhe në qiell t'i nënshtrohet njeriu. Edhe poshtu si nder i fundit është se i ka dhënë forcë edhe prirje për ta sunduar tokën, me qëllim që të arrijë gradat më të larta të zhvillimit shpirtëror dhe të atij material. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbën e lamtomirës, pejgamberi Allah thot: "E juhannas, o ju njerëzi, inna amwalakum wa dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha wa fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Thot: o ju njerëz, gjaku i juaj, pasuria e juaj, nderi i juaj është i shenjtë, sikur se shenjtëria e kësaj dite, sikur se shenjtëria e këtij muajit, edhe sikur se shenjtëria e këtij vendit. Thot: a e dëshmova apo e kumtova kët? Allahumma fashhad, o Zot dëshmo. Edhe thot pejgamberi Allahut se el muslimu ala el muslimi haramun, thot se muslimani e ka të ndaluar që vëllau të vetë musliman të jacenon gjakun e tij, të jacenon derin e tij, edhe të jacenon pasurin e tij. Pra çështja e shpirtit të njeriut është e mbrojtur edhe garantuar prej anës Allahut Azza wa Jall, edhe prej drejtave të garantuara të para është e drejta e jetës. E drejta për jetë është e shenjtë, edhe askujt nuk e lejohet që ta na përkëmb atë. Në këtë bën pjesë jo vetëm se mëkati i vrasjes, po bën pjesë edhe mëkati i vetvrasjes. Pra kur njeriu ja merr shpirtin vetvetes së tij, atij nuk i takon kjo, nga se ai nuk e ka krijuar as trupin e tij, edhe as shpirtin e tij. Atë e ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Edhe drejta e marrjes së shpirtit është drejt ekskluzive e Allahut. Edhe Allahu kujt don i ja merr, edhe Allahu kur do e ligjeron një ligj, ku lejohet që t'i merret ndokujt shpirt. Për këtë arsye, ai njeri i cili ja merr vetvetes së tij shpirtin, e mbyt vetveten e tij, edhe ban vetrasje, ai vetëm se ka bën një krim shumë të madh, ka bën një padrejti shumë të madhe, edhe ka bën një mëkat shumë të madh. Allahu Azza wa Jall thot: "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Thot: mos e hidhni veten e juaj në rrezik. Poshtu thot Allahu Azza wa Jall: "Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." Thot: mos e vritni veten e juaj, nga se Allahu është mëshirues. Allahu është mëshirues ndaj jush. Pse ju po shkoni edhe pe mbytni veten e juaj? Kurse përcillet me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot i dërguar i Allahut Azza wa Jall, se kush hedhet nga kodra edhe e vret vetveten, ai njeri do të jetë në zjarrin të xhehenemit, edhe atje do të mbetet përgjithmonë edhe pafund. Edhe ai njeri i cili shkon edhe pi helm, edhe vret vetveten e tij, ai do të jetë banori i xhehenemit. Edhe në xhehenem do të ndëshkohet duke e marr helmin, duke e pirë vazhdimisht, edhe kështu do të mbetet përgjithmonë.
Thot pejgamberi Allahut, ai njeri I cili shkon e mbyt vetveten e vet me hekur, thot pejgamberi Allahut, se ai do të shkon në xhehenem, edhe do të qet përgjithmonë edhe pafund, edhe ndëshkimi I tij do të qet duke ndjer dhembje me atë hekër me të cilin e ka mbyt vetveten e tij. Thot me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se në popull para jush ka qenë një njeri I cili është plagos, nga plaga e madhe, nga dhimbjet të cilat ai ka ndjen trupin e tij, e merr thikën edhe e pret plagën apo e pret dorën e tij, edhe kështu derdh gjak shumë, derisa nga derdhja e gjakut të tij ai njeri ndron jetë, edhe kështu e mbyt vetveten e tij. E atëre Allah Zogjel tha se nxitoi tha robi im, shkoj ja mori shpirtin vetvetes së tij, kurse kjo është e drejta e ime, edhe për këtë arsye unë do të marr edhe do t'ja ndaloj atij xhenetin tim. Pra Allah Zogjel apo prej mëkateve më të mëdha e ka bë edhe vetvrasjen, edhe muslimani duhet që të jetë I vetëdijshëm se çështja e shpirtit të tij është e garantuar edhe mbrojtur nga ana e Allahut, është e shenjtë edhe nuk I takon atij që të shkon edhe t'ja merr shpirtin vetvetes së tij. Nëse gjunohet të kanë stërmbush, nëse je ngarkuar me mëkate, nëse problemet të ngarkojnë, nëse ke sfida të ndryshme gjatë jetës, edhe ballafaqohesh me probleme, me kriza të ndryshme, nuk është zgjidhje e mirë vetvrasja jote, nga se ti mendon se me mbyqjen e vetes tënde ke për me zgjidh problemet e tua, mirë po në fakt nuk është ashtu. Ne e pam se vetvrasja është krim I madh, është mëkat I madh. Nëse ti shkon edhe mbyt vetveten tënde, prej atij momenti kanë për me fillu dëshkimet e tjera, ato janë dëshkimet e ahiretit. Për këtë arsye mos e shkatro vetveten tënde. Nëse ke probleme, nëse ke brenga, ke stres, je në depresion, kjo nuk do të thotë se ti shkosh ta mbytysh veten tënde. Nëse ti e ndjen se je në këtë dunjë, je I pavlefshëm, edhe nuk ke fare vlerë, edhe nëse ti e ndjen vetveten tënde se në këtë jetë nuk jetohet, edhe s'ka pse për me jetu, edhe nuk ka për kënd me jetu, dije se ti e ngabim të madh, edhe ke problem me shpirtin tan, e jo që mbetet që seriozisht ti drejtohesh Zotit tan, ta lutesh Zotin tan, që Allah Zogjel ti lehtëson ato brenga, ato pikëllime, ato probleme të cilat ti I ke, ti të largon krizat në të cilat ti gjendesh, edhe ta shton furnizimin apo ta jep atë të cilën ti ke nevojë. Edhe ajo më kryesorja është se nëse ti largohesh nga feja e Allahut, dije se ti do të jetosh apo do të kesh jetë të ngushtë në këtë dunjë, ashtu siç e thekë edhe Allah Zogjel, "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma." Thotë se ai I cili ja kthen shpinën udhëzimit tim, ne do t'i japim atij jetë të ngushtë, edhe ditën e kiametit do ta ringjallim atë verbër, edhe do thoja ditë o Zot, pse unë në dunjë isha prej atyre të cilët shihja, mirë po tash nuk po shoh, atëherë Allah do t'i përgjigje se ti ja ktheve shpinën udhëzimit tim në dunjë, edhe për këtë arsye sot nuk do të kesh mundësi që ti të shohësh, edhe ti shohësh gjithë ato begati edhe mirësi tonës Allahut azza wa jalla edhe xhenetit të tij. Për këtë arsye nëse I ke gjitha problemet, zgjidhja e jote nuk është vetvrasja, po vetvrasja vetëm se ti shton belat, vetëm se ti shton problemet, edhe vetëm se do t'i shton dëshkimet e tua në ahiret. Për këtë arsye ktheu fesë Allahut azza wa jall, kapo për istighfar, falë namazin, ban pendim, edhe drejtoju Zotit tan me lutje sinqerta, ke për me pa se Allah ka për me ta shtu furnizimin, Allah ka për me t'i hapur gjitha dyert e furnizimit, edhe do ta qetëson shpirtin tan, do t'jape lumturinë në zemrën tënde, edhe ka për me ta rahatu shpirtin tan, edhe me atë besoj se ka për me largu edhe gjitha problemet të cilat ti I ke. Edhe për fundi, ai njeri I cili e mbyt vetveten e tij, ai njeri nuk ka dal nga feja Allahut azza wa jall. Nëse një njeri e mbyt vetveten e tij, ai është musliman, mirë po është mëkatar, edhe në ahiret mbetet në mëshirën e Allahut. Nëse don Allahu ja fal, e nëse don Allah ndo shkon në xhehenem për një kohë, pastaj e nxjerr prej xhehenemit, edhe do ta fuzë në xhenetin e tij. Pra nuk mbetet përgjithmonë në xhehenem, nëse ka qenë prej atyre të cilët e ka adhuruar Allahun sinqerisht, edhe ka qenë prej atyre të cilët e ka fal namazin në dunjë. E lut Allahun që të na mbron nga ky krim, edhe lut Allahun që të na mbron nga ky mëkat, edhe lut Allahun që shpirtin ton ta rahaton, zemrën ton t'i jep apo zemrës ton t'i jep lumturi, edhe e lut Allahun azza wa jall që çdo musliman
i cili ka problem me shpirtin, i cili ka problem me zemrën e tij, Allah azza wa jall t'ia leçon problemet e tij, t'ia largon brengat e tij edhe t'ia shton furnizimin e tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.